Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ejo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, art mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajët tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijëm në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java 4 të psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Kur Krishti pati etje në ator që ngryqen gjitën, kush psalterin ditë lexoj, etje së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qoftë uri, për atë që vdiq për ne, edhe mkatin e veri, e virtyti qoftë dëshirë. Bagmi i Shpirtit të Shenjtë sot mbi këngë qeste ndikoft, që zjarrin e trupit ta ngri, acarin e shpirtit ngroht. Krishtin dhe Atin ti lusim, Shpirtin e Krishtit e të Atit, një vetme e gjithë pushtetshme, Trini, për krah ata që luten. Amen. Antifona. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Psalmi 119, pjesa 22. Le të arritet ti, o Zot, britma ime,
ma ndriço mendjen sipas fjalës sate. Le të dalë lutja ime para fytyrës sate, më liro ashtu si ma ke dhënë fjalën. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti mi mësove rregulloret e tua. Gjua ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta. E paqa në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë o Zot shëlbimin tënd, kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj. Në ndihmë do të kem gjygjet e tua. U enda poshtë lart, por si delja humbur. Kërkoje shërptorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 45, dasma e mbretit. Nga zemra më burojnë fjalët e këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër bijtë të njerëzve. U zbraz hiri në buzët e tua, prandaj hyi të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën në I, o trimi i trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mprehta janë shigjetat e tua në zemrat të armiqve të mbretit, popuj do të bie në sundimin tënd. Froni yt o hy në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri i mbretërisë sate. Ti e do drejtësin, ti e urren pa drejtësin, prandaj të shuguroj hyi yt, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloej e kasi e petkave të tua. Në pallate ashtë elefanti, harpat argëtojnë. Bija mbretërish janë në përsjelljen tënde. Në të djathtë të qëndron mbretëresha, në ar ofirje ngrirë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë e Psalmit 45. Më vështro o bij, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote, ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i Tirit vjen me dhurata. Për krajën tënde dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bija e mbretit për brenda, e mbështjell me petkë të qëndisur me ar. Në petka lara, ja sjellin mbretit. Përcjellja e saj shoqet e saja vajza, me hareu prine me brohori. Ja, po hyn në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët, do t'i vësh princa mbi mbar dheun. Do të bëj të përmendet emri yt, prej breznien në brezni, prandaj edhe popujt do të lavdërojnë amshim e në shekuj të shekujve. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Leximi i shkurtër krahasoi Isain profet kapitulli 44 rreshtat 21 dhe 22. Kujtoje këtë gjë, se je shërbëtori im, unë të kam trajtuar, je shërbëtori im o Izrael, ti nuk do të më gënjesh, i kam tretur por si ren fajet e tua, por si mjegullën mëkatet e tua, ktheu tek unë sepse të kam shpërblyer. Largoje shikimin prej mëkateve të mia, Shlyej të gjitha fajet e mia. të lutemi. O hyj gjithëpushtetshëm e Ati mëshirshëm, drejtoj ti vetë zemrat tona, sepse pa ty ne nuk mund të pëlqejmë ty, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.